Pa besim në Zotin mund t'jesh bamirësi më i mirë, por përfundim domethënë të mirë ti më nuk ke. Të mos njohësh veten ose të mos dish arsyeën se pse je në këtë dynja, është si një person i cili është nis për një udhtim, ka shku në hotel dhe kur vjen në nesërmja, e pyet domethënë se ku do më shku dhe thotë s'di ku më shku, se di pse kam ardhur, s'di ku do shkoj. Mirë po ne Allahu xhelle xhelalu na ka veçuar nga krijesat e tjera. Na ka bërë të tillë domethënë që ta komandojmë botën ose organizimin e jetës në këtë botë me vetë faktin të kujt të arsyes, të ka veçuar nga krijesat e tjera. Nuk jo thjesht jetojmë. Na ka urdhëruar që ne fillimisht ta njohim veten, sepse ai i cili njeh veten ai e ka arrit ta njohë Zotin. Mirë po shpesh domethënë ata të cilët e humbin rrugtimin e tyre dhe rrugën për tek Zoti është sepse dështojnë të njohin veten. Dështojnë të njohin veten. Ndaj dhe faraoni e shokët e tij, kur i ran hasha njohjes së vetes dhe than ana rabbukumul ala, tha faraoni. Tha unë jam Zoti juaj, i lartësuar, i ruajnë Zot. Ky dështoi të njohë veten. Pra pret se do njohë Zotin ky person, nuk mund të ta njohë asesi o vëllezërit e mi. Ndaj pika e parë e cila të çon domethënë në arritjen e një triumfi në dynja është të njohësh veten. Duke njohur veten automatikisht ke shkuar tek njohja e Zotit, që është besimi në Zotin i padiskutueshëm. Pa besim në Zotin mund të jesh bamirësi më i mirë, por përfundim domethënë të mirë ti më nuk ke. Pa besim në Zotin, ti mund të jesh ndihmuesi më i mirë i krijesave të Zotit, domethënë jo vetëm në mënyrë monetare, po një mjek apo një cili do qoftë ai, por sërish ti nuk do të arrish atë gjën më kryesore që është kënaqësia e Allahut subhanahu wa taala, sepse ti nuk arrin ta kuptosh se pse po e bën diçka të tillë. Ndërkohë që Allahu xhelle xhelalu ty të është drejtuar në Kur'anin famlar dhe thotë, unë nuk i krijova njerëzit dhe xhindët për gjë tjetër vetëm se të më adhurojnë.